Shkolla e Gorres festoi 80 vjetorin e themelimit në një atmosferë të veçantë festive mes ish-nxënësve, ish-mësuesve, mësuesve dhe nxënësve aktual, kryetares së bashkisë Riselda Sefa dhe drejtores së zyrës së arsimit parauniversitar Arta Dhamo, të ftuara në këtë event duke rikujtuar rrugtimin, arritjet dhe kontributin ndër vite të kësaj shkolle në arsimimin e brezave. Historiku i shkollës u pasqyrua përmes një prezantimi në ekran të madh me fotografi që tregonin momente më të rëndësishme ndër vite, një jetë e tërë që u mungon shumë prej të pranishmëve. Nga bankat e saj kanë dalë nxënës të dalluar, të formuar nga një staf i përkushtuar dhe profesional, disa prej të cilëve pasi mbaruan arsimin përkatës, u rikthyen si mësues për të vazhduar traditën, vlerat që shkolla e Gorres përcjell, suksesin në mësimdhënie. Në çdo hap që hedhim në këtë shkollë na shoqëron një kujtim, u shprehën ish-mësuesit Ariste Simoni dhe Kozma Gjini. Ruaj kujtimet më të bukura, edhe si nxënëse, edhe si mësuese. Mbarova shkollën e muzikës në Elbasan dhe u emërova këtu. Një jetë e tërë që më mungon aq shumë tani, nuk përshkruaj, nuk them dot fjalë. Kam qenë mësuese muzike, kam bërë aktivitete në çdo rreth, me çdo nxënës kam nxjerr gjithë ata breza, kam nxjerr gjithë ata mësues muzike, që sot më respektojnë. Nga vitet e 58, 61 kam qenë nxënës i kësaj shkolle ku kishte 3 ndërtime me plithar, 3 qati ku vinin gjithë të fëmijët e kësaj zone, zbathur në për ujra nga fshatrat më të largëta vinin këtu, edhe është një kujtim që mbetet në kujtesë edhe është shkruar për të, është shkruar dhe kam bërë dhe libra për këtë, por festimi 80 vjetorit të krijimit të kësaj shkolle sot është vërtet i madhërisëm. Drejtori i shkollës Arben Doni falenderoi të pranishmit nxënësit ekselent si dhe theksoi rolin e mësuesve në arritjet e tyre. Ndër vite shkolla ka nxjerrë mbi 30 maturantë. Me nxënës ekselent, do përpiqem të citoj vetëm disa prej tyre që i kanë bërë nder kësaj shkolle dhe kërkoj ndjes në pamundësi për t'i përmendur të gjithë. Fillojmë nga Iva Meço, Ketion Adhani dhe Nea Fanaraku si 3 medalistët e shkollës sonë. Kryetarja e Bashkisë Sefa dhe drejtoria e zyrës së arsimit parauniversitar Dhamo shprehën vlerësimin për mësuesit dhe nxënësit e shkollës së Gorres. Sot, e bashkuar me gjimnazin, kjo shkollë vazhdon të shkëlqejë, duke u renditur nga më të mirat në vend. Kjo nuk është rastësi, është rezultati përkushtimit të jashtëzakonshëm të mësuesve, të profesionistëve të aftë me pasion dhe dashuri për arsimin, të cilët kanë ndihmuar në formimin e brezave të suksesshëm. Këto 80 vite janë dëshmi e punës, përkushtimit dhe pasionit të mësuesve dhe nxënësve të kësaj shkolle, dhe po kështu në këto 80 vite nga kjo shkollë kanë dalë nxënës të pajisur me vlera dhe me ndjesi qytetarie. E gëzofshi këtë jubilet të rëndësishëm dhe ju uroj suksese në punën tuaj të përditshme. Në fund të aktivitetit, për mësuesit që kishin punuar për më shumë se 20 vjet në këtë shkollë, u shpërndan certifikata vlerësimi.